Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemrat mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam në ditën e bukur të xumas së datës 21 mars 2025 apo 21 Ramazan 1446 Hijri. Vëllezër dhe motra, mediat e shumta dhe rrjetet sociale në internet aq shumë janë duke ndikuar në psikën e njeriut të sotëm, sa që vështirë e ka me rezistu se cilës informat a ngjarje që e merr nga ato. E pastaj, kjo ka pasojat e veta, sepse është vështirë për njeriun që të ballafaqohet me të gjitha këto informata a ngjarje dhe thjesht të qëndroj indiferent, të qëndroj gjakftoft, duke rënë shpeshherë në dilemë a ti besoj apo të mos i besoj. Andaj, duke ju përmendur një thënie të halifit të madh Omerit radiallahu anhu, dëshiroj që t'ju fus në një ngjarje konkrete e cila na bën që të kuptojmë mirë këtë që po them. Thot halifi Omeri radiallahu anhu, reduktojeni të keqen duke e ignoruar. Tregon një njeri dhe thot: kam qenë imam në xhamin e madhe në Damask. Isha djalë i ri, euforik dhe plot zell, por që shumë gjëra nuk i kuptoja se si funksiononin. Një herë u njoftova se në Damask do të vi këngëtarja më e njohur e Sirisë dhe do të këndoj direkt për publikun. Fjalët e këngëve të saj ishin shumë të turpshme dhe tejet banale, kurse lëvizjet e saja që bënte në bimë ishin joshëse. Dhe thot kë, mezi prita ditën e xuma dhe hutben e saj, të cilën ja dedikova pikërisht asaj, duke thënë: o besimtar të nderuar, dëgjoni mirë dhe zini mend. Nesër në Damask vjen filan kantarja, e cila hidhet dhe përdridhet në skenë duke joshur të rinj tanë, me shtatin e saj si selvi dhe me bukurinë e saj që të le pa fjalë. Ajo vjen që ta përlyej atmosferën dhe ambientin e Damaskut. Andaj, kujdes, mos merrni pjesë në koncertin e saj, as ju të rinj, as ju të vjetër. Ah, me det të mos e kisha përmendur fare, thot ky. Të rinjt që ishin në xhami, mezi pritën që ta përfundoja dhe ata të vrapojnë me njëherë për t'i ble biletat për atë koncert, të cilat bile psuan edhe rritje. Unë nuk e kuptova se sapo i kisha bërë reklam falas atij koncert. Tani e kuptova, thot ky imam, tani e kuptova shumë mirë pse gjërat e ndaluara e shtojnë kuriozitetin ke njeriu për ta provuar dhe nuk e le atë për të rezistuar. Tamam ashtu sikurse edhe njeriu i parë Ademi alayhis salam nuk pati mundësi që të rezistonte, të mos e provonte pemën e ndaluar. Nga ky rast kuptojmë se vetë njeriu me psikologjinë e tij duhet të vlerësojë trajtimin e një dukurie negative, vëllezër dhe motra. Duhet të vlerësojë ai vetë a të reagojë apo të mos reagojë, ashtu që vërtet me reagimin e tij të mos bëjë më shumë sharr se sa hajër. Në rastin konkret që përmenda, shumë na vjen thënia e halifit të madh Omer ibn Khattabit radiallahu anhu, që përmenda më lart dhe i cili pa të thënë: reduktojeni të keqen duke e ignoruar. Duke qenë se dita e solit është dita e parë e 10 ditëshit të fundit të këtij muaji të bekuar, ju përkujtoj se janë ditët kur duhet secili prej nesh të jap maksimumin e vet të sakrifikimit të rahatisë, e t'i përkushtohet adhurimit. Pra, fillimisht të vazhdoj agjërimin e tij, të fal namazin e natës, të lexoj Kur'an, të bëj dhikr dhe lutje të ndryshme, por të mos harroj edhe dhënien e zakatit, sadakatul fitrit dhe sadakas së thjeshtë. Ashtu që të ketë shpresë se do të takoj natën e bekuar të Kadrit, që është më e vlefshme se 1 muaj
ashtu që kjo natë të na nxjej sa më të përkushtuar në lutje për atë që është më e mirë për të gjithë ne. Andaj, në këtë ditë shpeshtojeni lutjen Allahumme inneke afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e don faljen, andaj më fal mua. Allahu na lehtësoft agjërimin deri në fundin e këtij muaji dhe deri në takimin ton të shkëndijës së xumas së radhës. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.